Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka shprehur bindjen se integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian do të arrihet vetëm përmes qeverisë së Aleancës për Shqipërinë Madhështore, duke theksuar se kjo është një mision që të bazohet në meritë dhe jo në mashtrime, siç e konsideron ai veprimtarinë e kryeministrit Rama. Dhe i garantoj shqiptarët se për qeverinë e ardhshme tonë, objektivi numër 1 do jetë integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Interesi kombëtar më madhor do të jetë integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian, me një dallim themelor i bazuar në meritë dhe kur në asgjë tjetër. Me Edi Ramën nuk ka integrim. Me Edi Ramën ka mashtrim dhe vetëm mashtrim. Kryetari i Partisë Demokratike gjithashtu komentoi lidhur me ftesën që Rama i bëri Dashnor Sulës, duke cilësuar atë si një eksponent Partisë Demokratike me investime reale në parti, ndërsa shtoi se Sula nuk mund të ndjekë rrugën e llapajt. Dashnor Sula është një eksponent i Partisë Demokratike me investime reale në këtë parti dhe vendi i tij është në Parti Demokratike. Eksplorimi se njeri të pagabueshëm nuk ka. Njeri të pagabueshëm nuk ka. Ideja e tij për të gjetur stre tek llapaj e mori përgjigjen sot nga Rama. Rama i thot atij që sa shkon tek llapaj, hajde tek unë, se është një lloj, po të paktën unë jam unë padroni. Kështu që pra në këto deklarata shifet se sa e pa vend kaq, sa e gabuar ishte për zgjedhja që bëri Dashi me llapajn. Nuk ka, sepse ata janë një lloj, ato janë patericat e Edi Ramës. Në fund, Berisha justifikoi veprimin e Flamurnokës në parlament duke thënë se ai e dinte shumë mirë se si është gjua dhe sjellja e kundërshtarëve të tij. Ishte krejtësisht tjetër. Pastaj Flamuri mund mos e bënte atë gest, po Flamuri i njeh që ata gjuha e tyre është gjithnjë afrodiziake. A e din që ata kuptojnë më mirë se çdo gjuhë tjetër gjuhën afrodiziake. Kjo ishte, kështu e interpretova unë atë. Edhe pyetja e fundit, sa madhështore është aleanca juaj pas Selami Jenisherin? Aleanca jonë është madhështore për Shqipërinë madhështore. Është programi i Shqipërisë madhështore, ajo që e bën aleancën madhështore. Pra, ajo është një program që Shqipëria nuk e ka patur kurrë në historinë e saj përpara.